Pucët me kokain, kapja e 71 vjeçari zbulon rrjetin kriminal në Athinë, sekuestrohen 340.000 euro dhe një pako e dyshim me këpucë ka çuar policinë greke në zbulimin e një grupi kriminal të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike në Athinë. Operacioni nisi pasi autoritetet morën informacion për një dërgesë droge në një stacion autobusësh në kryeqytetin grek, u arrestua një 71 vjeçar i cili po transportonte një palë këpucë ku ishin fshehur 20 gram kokain. Nga hetimet e mëparshme rezultoi se droga ishte furnizuar nga një 58 vjeçar i cili dyshohet se vepronte në drejtimin e një personi që ndodhej aktualisht në burg. Gjatë operacionit u arrestua dhe një grua 52 vjeçare e dyshuar se ndihmonte në ruajtjen dhe përgatitjen e lëndëve narkotike. Kontrollet e kryera nga policia çuan në sekuestrimin e 10.5 kg heroin, 2.2 kg kokain, si dhe sasisë së marijuanës dhe ekstazisë. Autoritetet gjetën gjithashtu mijëra euro dhe valuta tuaja nga vende të ndryshme të botës, përfshirë monedha nga Azia, Lindja e Mesme dhe Amerika Latine. Sipas policisë greke, vlera totale e drogës dhe parave të sekuestruara gjatë operacionit arrin në rreth 340.000 euro, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.